Radio Marinë e Kosovës, një zë i krishterë në shtëpinë tënde. Radio Maria Kosovë, një zë i krishterë në shtëpinë tënde. Qof lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të ri të Radio Marisë e Kosovës, jemi në emisionin të rit me shpresë së drejtë së ardhmes. Sot do flasim mbi temen si të ndërtoj rrugën dhe të përballoj sfidat, pra nga vizioni në veprim. Emisioni ynë të rit me shpresë drejtë së ardhmes është një emision që bëhet pra një herë në muaj dhe është si një pasqyrë për zbulimin e vetvetes dhe orientimin e qëllimeve në jetën tonë. Kujtojmë se në emisionin e parë pyetëm kush jam unë, duke vendosur kështu themelin e identitetit, vlerave dhe pasioneve tona. Në emisionin e dytë pyetëm kush dua të bëhem, duke vendosur hartën e destinacionit ton, qoftë në karrierë, qoftë në jetën personale. Megjithatë, kemi thënë se një vizion i qartë, por pa një plan veprimi mbetet vetëm një ëndër e bukur. Rruga drejt këtij visioni apo qëllimi është nganjëherë jo kaq e lehtë dhe e këndshme. Ajo është mbushur me udhkryqe, pengesa dhe stuhi e vështirësi të papritura. Në këtë emision, thelbësore është të kalojmë nga teoria e dëshirave në praktikën e ndërtimit dhe mbërritjes në vizionin që ne krijojmë për vetvete, pra për të arritur cakun të cilin ne dëshirojmë. Për të arritur cakun që dëshirojmë, atëherë lind pyetja për çfarë kemi nevojë? Për të arritur një të ardhme, domethënëse dhe të suksesshme, të rinjtë duhet të zotrojnë dy aftësi kryesore dhe të pandashme, të mbështetura nga thelbi i qëllimit shpirtëror. Këto dy aftësi janë 1. Ndërtimi strategjik i rrugës, pra kthimi i ëndrrës në një plan veprimi të matshëm dhe konsistent. 2. Kultivimi i rezistencës, pra qëndresës, zhvillimi i forcës së brendshme për të përballuar, për të mësuar dhe rimkembur nga dështimi dhe sfidat e përditshme. Pra këto dy shtylla, një plani dhe dy qëndresa, janë thelbi asaj që do të thotë të ecesh me shpresë drejt së ardhmes, duke ndërtuar jo mbi rërën e dëshirave të momentit, por mbi themelin e fortë të veprimit dhe karakterit. Qëndroni me ne.
Duke ecur kështu, lind pyetja, çfarë na mëson shkrimi i shenjtë mbi këtë? Atëri flasim çfarë thot shkrimi i shenjtë për këtë themelimi mbi shkëmb, menxuria e ndërtimit. Çdo ndërtim i madh apo i vogël qoftë, një piramidë, një kull apo një karrierë e suksesshme, kërkon një themel të palekundshëm. Kjo mençuri themelore është skalitur mirë në tekstet më të vjetra dhe më të dashura për ne në shkrimin shenjtë. Shkrimi i shenjtë na ofron një metaforë të përjetshme dhe të qartë për rëndësinë e këtij themeli në jetën tonë. Në Ungjillin sipas Mateut, kapitulli 7, rrethtat 24 deri 27, na jepet historia paralele e dy ndërtuesve. Kushdo që i dëgjon këto fjalë të mia dhe i vën në praktik, thot Jezusi, i ngjaj njeriu të mençur që ndërtoi shtëpinë e vet mbi shkëmb. Ra shiu, erdhen përmbytjet, fryn erërat dhe u përplasën mbi atë shtëpi. Por ajo nuk u rrezua, sepse ishte themeluar mbi shkëmb. Kurse kushdo që i dëgjon këto fjalë të mia dhe nuk i vën në praktik, i ngjan njeriu të marrë që ndërton shtëpinë e vet mbi rër. Por çfarë do të thotë ose çfarë përfaqëson shkëmbi sot? Në kontekstin e jetës profesionale dhe personale të një të riu, shkëmbi nuk është thjesht besimi i verbër, por karakteri i sprovuar dhe veprim i qëndrueshëm. Ndërtuesi i mençur nuk kënaqet vetëm me planin, por i vuri fjalët në praktik, duke ndërtuar me mund dhe zel atë bazë që nuk dukej. Për ne kjo do të thotë vazhdimësia e punës së përditshme dhe të pavlerë shpeshherë. Asaj që i thonë e vogël dhe e ka nevojë për disiplinë të bësh atë që duhet, edhe kur nuk ke fare dëshirë. Vlerat themelore apo muri. Shkëmbi përfaqëson vlerat tona themelore, siç mund të jenë integriteti, ndershmëria dhe përgjegjshmëria. Në botën e sotme ku ne jetojmë, ku rrugët e shkurtra dhe mashtrimet janë tunduese, veprimi mbi këto vlera është thelbi i një rritjeje nga brenda që nuk rrëzohet nga skandalet apo nga dështimet morale. Pyesim, por rëra dhe iluzioni i suksesit çfarë është? Ndërtuesi i marr ndërtoi shpejt mbi rër, një metaforë për ata që kërkojnë fitore të shpejta, që ndërtojnë mbi premtime të boshe, apo që fokusohen vetëm në fasadën e jashtme. Duke injoruar kështu thelbin, aftësitë reale dhe karakterin. Stuhia apo sfidat ekspozohen lehtë. Bibla e thot qartë, synimet e të kujdesshmit gjithmonë shpihen në mbushulli, kurse kush ngutet mbetet në skamje. Këtë mund ta lexojmë tek libri Fjalëve të Urta, kapitulli 21, rrethti 5. Të dashur dëgjues të ri, jemi në emisionin të ritme Shpresë drejt së ardhmes. Ndërtimi strategjik i rrugës.
Pra, është shumë e rëndësishme hartimi I një plani nga ëndrat të hapi I parë. Pasi kemi përcaktuar se çfarë shkëmbi, duhet të hartojmë planin e shtëpisë son, karrierës apo jetës son. Strategjia është ura që lidh vizionin ton me realitetin e sotëm në të cilin jetojmë. Nuk është kaq e lehtë, por është e arritshme. Shpesh ne bëjmë plane të mëdha, por ndoshta nuk kemi se si ti arrim ato plane që ne bëjmë. Unë kam zgjedh dhe qëllimet të SMART, pra se si ti transformojmë qëllimet në një realitet. Ëndrat tona janë shumë të mëdha, por ato duhet të jenë të fragmentuara, pra të ndara dhe të qarta dhe qëllime të menaxhueshme. Këtu pra po përmendi teknikën SMART. SMART është një metodologji e krijuar nga George Doran, duke dashur të tregojë se ka mundësi të arrijmë qëllimet tona në qoftë se jemi të matur dhe veprojmë me maturi për të arritur ato. Le të shohim si mund të përdorim teorinë SMART në jetën e përditshme apo në universitet ku ne bëjmë mësim apo gjatë një studimi personal. I ndojmë shkronjat një nga një për të specifikuar se cilën shkronjë. Pra se janë qëllimet tona të specifikuara. Janë ato qëllime të matshme. A janë ato qëllime të arritshme. A janë të rëndësishme ose të përshtatshme. Dhe duhet t'i kufizojmë ato në kohë. Do ju lënë në shoqërinë e muzikës dhe pastaj kthehemi për të dhënë specifikimin e secilës nga këto metoda. Të dashur dëgjues të Radio Maris, jemi në emisionin të rit me shpresë drejtë së ardhmes dhe po flasim për metodologjinë SMART. Dhe tani po tregojmë për secilën shkronjë çfarë ka dashur autori të thotë dhe çfarë dëshirojmë të arrijmë me këtë metodologji. Pra tham se është specifike dhe në vend të fjalës për shembull dua të kem sukses, unë them dua të marr një certifikim në programin e 6 muajt të ardhshëm. Pra e specifikoj dhe I jap vetes pra një urdhër. Unë dua të marr. 2 të matshme, pra qëllimi duhet të ketë tregues. Për shembull, unë vendosi do të mbaroj 5 module në kursin online brenda vitit ose brenda muajit. A duhet të jenë të arritshme, duhet të jetë sfiduese por realiste, duke marrë parasysh burimet. Relevante, pra të rëndësishme, a I shërben kjo që unë po marr për qëllimin dhe vizionin tim të madh që kam, për shembull kush dua të bëhem unë. Dhe fundit duhet të jenë të kufizuara në kohë, kemi thënë. Duhet të ketë një afat kohor. Për shembull, këtë dua të arri
deri me 31 dhjetor të vitit 2026. Pra të dashur dëgjues, kjo është një metodologji për të ndihmuar të rit se si ne të arrim deri të qëllimi jon të cilin i kemi vu vetes. Pra së qëllimi duhet jetë specifik, të duhet të jetë i matshëm, a të jetë i arritshëm, të jetë i rëndësishëm për jetën dhe planin tim, dhe të duhet të jetë i kufizuar në kohë, pra duhet i vë një kufizim vetes deri kur unë do të arri këtë qëllim që kam vendosur. Tani do të flasim pak mbi fuqinë e zakoneve atomike dhe vullneti si muskull. Një plan i madh ndërtohet me hapa shumë të vegjël dhe konsistent, përmirësimi me vetëm 1%. Çdo ditë ka një ndikim të jashtëzakonshëm dhe afatgjat. Ky është zbatimi praktik i ndërtimit mbi shkemp dhe një parim i theksuar edhe nga psikologu si Amadeu Cencini, i cili e quan vullnetin si muskull. Pra, ne nuk mund të veprojmë pa muskuj, nuk mund të lëvizim duart, këmbët. Kështu është edhe në jetën e përditshme me qëllimet tona. Pra vullneti ynë është si një muskull që na ndihmon për të arritur qëllimet të cilat i vëmë vetes. Konsistenca, në vend që të mësosh për shembull 8 orë para provimit, atëherë mëso 30 minuta me fokus çdo ditë. Kjo ndërton muskulin e disiplinës. Pra, është shumë e rëndësishme që ne këto synimet të cilat i kemi vënë vetes, t'i arrim pra në një kohë të gjatë, por që të jemi personat të cilët i vëjmë disiplinë vetes për me arrit qëllimet tona. Dhe pastaj ka shumë rëndësi besnikëria në gjërat të vogla, thot Amadeus Cencini, një psikolog i krishter. Objektivat e mëdha arrihen sepse je treguar besnik dhe ke pas disiplinë në vendimet e vogla, ato të përditshmet. Dhe tani do të flasim për analizën e riskut ose realizimi i përgatitur. Ndërtuesi mençur e dinte se shiu dhe era do të vinin. Një plan pra strategjik nuk është optimist i verbër, por është realist i përgatitur. Pra, kur ne bëjmë ndërtimin, atëri kemi edhe identifikimin e stuhisë, cila për shembull është sfida më e madhe apo stuhia që mund të vinë në rrugën time, për shembull dështimin e provim, falimentimin në ndërtim, humbja e motivimit të gjatë rrugës. Pastaj kemi zbutja e rrezikut. Dhe si mund ta zbusu në rrezikun? A mund të kursej një fond emergjence? A mund të bëjmë shumë provime paraprake, për shembull në universitet, dhe pastaj bëjmë edhe një plan B. Pra, cili është plani B? Nëse dështon hapi i parë në atë që unë kam dëshirë me arrit, a mund të kem një plan tjetër B? Pra, duhet të kemi aftësinë për të pasur një plan rezervë, sepse kjo tregon mençuri dhe forcon qëndresen kur përballesh me sfidat. Të dashur dëgjues, të dashur të rit,
Jemi në emisionin të ri me shpresë drejt së ardhmes dhe sot po flasim si të përballojmë sfidat në jetën e përditshme. Gjithashtu, unë tregova edhe metodologjinë SMART, pra si ne mund të arrijmë deri tek qëllimet që i vëmë vetes, ndërsa tani jem duke folur pra zhvillimi, kultivimi i rezistencës, stuhia dhe qëndresa, aftësia për të rimkëmbër përsëri. Sipas shkrimeve të shenjta, përmbytjet dhe errat do të vinë në jetë, sfidat janë të pashmangshme. Rezistenca ose ndryshe që mund të themi qëndresa, qëndrueshmëria, është ajo aftësi shumë e rëndësishme për suksesin modern, pasi nuk është aftësia për të shmangur vështirësitë, por aftësia për të rimkëmbër shpejt prej tyre. Themelimi moral, virtyti i fortesës. Te katekizmi i Kishës Katolike lexojmë se si e trajton drejt për drejt sfiden përmes virtytit kardinal të fortësisë. Pra në numrin 1808 ose 1808 lexojmë se si e përkufizon pra katekizmi i Kishës Katolike virtytin e fortesës. Pra e përkufizon kështu: fortësia siguron qëndrueshmërinë dhe vazhdimsinë në kërkimin e së mirës. Ai forcon vendosmërinë për të rezistuar tundimeve dhe për të kapërcyer pengesat. Zbatimi, ky vërtet është përgjigje shpirtërore ndaj dështimit. Fortësia ju jep forcën të mos së dorëzoheni, duke mbajtur lart integritetin edhe kur mashtrimi duket si zgjedhja më e lehtë. Mentaliteti i rritjes dhe mësimi. Përballja me sfidat fillon me ndryshimin e gjuhës së brendshme, nga fiksi te rritësi. Mentaliteti fiks thot, për shembull, unë dështova dhe dorëzohet, ndërsa mentaliteti rritës pyet, çfarë mësova nga ky dështim? Dështimi pra shndrohet në këtë formë në një mësim. Në momentin e stuhis, ajo që ju mban pra në këmbë nuk është çfarë po bëni, puna të cilën ju po e bëni, por pse po e bëni këtë. Pra, qëllimi i lartë që keni në zemrën tuaj për të bërë diçka. Shohim motivimin sipas Qençinit. Qençini thot, verifikoni motivimin tuaj. Apo e ndjekni këtë objektiv nga liria dhe dëshira e brendshme, pra nga pjekuria, apo nga nevoja për të provuar të tjerët. Një motivim i pastër i jep rezistent fortesës suaj. Dhe paqja e brendshme, Anselm Grün thot, qëndresa kërkon energji, shmangni stresin e panevojshëm. Vetëm qetësia e brendshme dhe pranimi i vetvetes me të gjitha të metat ju jep energjinë e nevojshme për të ngritur pas çdo rënjeje. Objektivat e arritshme kërkojnë jo vetëm virtyte, por edhe veprim praktik në marrëdhënie dhe kërkon aftësi. Mjeti i rrjedhimit dhe menitorimit. Askush nuk ndërton një shtëpi
vetëm. Kjo është mençuria e theksuar në fjalë të urta. Shpëtimi ndodhet në shumicën e këshilltare, pra lexojmë te fjalë të urta kapitullin 11:14. Gjë dikë pra që ka ndërtuar me sukses. Mentoret mund t'ju shkurtojnë kohën, t'ju paralajmërojnë për rërën rreziqet dhe gabimet që mund të shmangen dhe t'ju tregojnë ku të kërkoni shkëmbin. Rrjedhimi nuk është vetëm të kërkosh ndihmë, por të krijosh një sistem shkëmbimi vlerash dhe mbështetje reciproke. Pra, ne duhet të jemi të lirë të kërkojmë ndihmë dhe gjithashtu mentorim. Mentorim pra do të thotë kur ne kërkojmë ndihmë nga të tjerët për të parë se si jam duke i bërë gjërat. Dhe kështu, ata janë njerëzit që na ndihmojnë neve që në rrugën tonë të ecim sa më mirë. Jemi duke jetuar në një botë që ndryshon shpejt, teknologjia, tregu i punës. Pra nuk mjafton të jesh i fortë si një shkëmb i palëvizshëm, por duhet nganjëherë që të jesh edhe fleksibel, si një pemë që përkulet nga era, por nuk thyhet. Suksesi pra nuk është të dish gjithçka tani, por të dish si të mësosh gjithçka që do të duhet nesër. Inkurajo veten të jesh nxënës i përhershëm. Dhe aftësia teknike, soft skills, ju hapin derën, por aftësitë e buta pra ju mbajnë në brenda dhe ju bëjnë rezistent ndaj sfidave, sikur ajo pema që kur fryn era, lakohet, por nuk thyhet. Aftësia për të shprehur qartë vizionin dhe për të kërkuar ndihmë ju ndihmon gjithashtu, dhe aftësia për të kaluar nga ankesat për problemin në kërkimin aktiv të zgjedhjes së problemit. Shumë të ri ndjejnë presionin e orës duke krahasuar me sukseset të shpejta në rrjetet sociale. Kujtoheni, rruga e ndërtimit është personale. Njerëzit që ndërtojnë me kujdes mbi shkëmb mund të duket se nisen më vonesë, por ata arrin më larg dhe janë më të qëndrueshëm. Nxitimi shpesh pra është ajo rëra që nuk na lejon të ndërtojmë. Të dashur dëgjues të Radio Marisë e Kosovës, hiri hyjt në shtëpinë tënde. Jemi në emisionin të rritë me shpresë drejtës së ardhmes dhe jemi në emisionin si ti përballojmë sfidat. Jo një përgjigje fikse, por një mundësi pra rritjeje se si ne mund të përballojmë sfidat në të përditshmen. Kemi arritur në fund të këtij udhëzimi, por në fillim të udhëtimit tuaj të vërtet, pra të ecesh me shpresë drejt së ardhmes, nuk është një gjendje, por është një veprim i vazhdueshëm. Ne rritemi duke bërë pyetje, duke marrë udhëzime dhe duke bërë zgjedhjet tona për të arritur qëllimet. Kam marrë disa thënie nga papë të ndryshëm gjatë historisë dhe disa thënie nga Bibla se çfarë thotë për këtë ecje. Papa John Paul I II për punën dhe dinjitetin
thot: puna juaj me zel dhe etik, ndërtimi i rrugës, nuk shërben vetëm për të fituar të ardhura, por për të formuar karakterin dhe identitetin tuaj. Puna është një virtyt. Ndërsa Papa Francesku, a ju nxit të merrni rrezikun e dështimit, pra të sfides, dhe të mos jetoni një jetë në pritje. Pasiviteti, pra rëra, është vdekje. Veprimi i guximshëm, edhe në qoftë se me gabime, është jetë. Raniero Cantalamessa është predikuesi i papëve. Ai thot: kujtoni që objektivi final nuk është pasuria, por lumturia dhe paqja shpirtërore. Çdo objektiv dytësor duhet t'i shërbejë këtij qëllimi suprem. Ndërsa në Bibel tek Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 6, rreshti 33, thot: kërkoni me parë mbretërinë e hyjit dhe të gjitha tjera do t'ju jepen si shtesë. Pra, prioriteti juaj më i lartë duhet të jetë karakteri juaj, duhet të jetë ndershmëria juaj, duhet të jenë virtytet. Shtëpitë më të bukura nuk ndërtohen shpejt. Bëni punën e vështirë, veproni sipas parimeve tuaja, sipas parimit të shkëmbit, dhe prisni me durim, por veproni, ecni. Mos harroni, suksesi nuk është të mos bish kurrë, të mos gabosh, por të ngrihesh një herë më shumë se sa ke rënë. Është shumë e rëndësishme që ju pra të gjeni vizionin tuaj të madh. Kush dua të bëhem? Dhe pyesni cili është hapi i parë që duhet të marr në 72 orët e ardhshme për të rifilluar ndërtimin e rrugës sime mbi shkëmb. Koha për të vepruar është tani. E ardhmja juaj po pret themelin tuaj. Ecni me shpresë. Të dashur dëgjues të Radio Marisë e Kosovës, jemi në emisionin të rit me shpresë drejtës së ardhmes dhe sot po flasim si të ndërtoj rrugën dhe të përballoj sfidat. Nga vizioni që kam ndërtuar, pra në veprim. Pra në këtë emision kemi folur si mund të arrijmë, pra të ndërtojmë të ardhmen tonë me sukses. Dhe kemi thënë që janë 2 ndërtimi strategjik i rrugës dhe rezistenca, pra qëndresa jonë në këtë rrugë. Pastaj kemi thënë çfarë thot shkrimi i shenjtë për ndërtimin e rrugës sonë dhe kemi parë se si tek Ungjilli sipas Mateut, Jezusi thot kushdo i dëgjon këto fjalë të mia dhe i vën në praktikë, i ngjan njeriu që ndërtoi mbi shkëmb. Kemi parë se çfarë
personifikon pra shkëmbi dhe çfarë personifikon rëra. Dhe pastaj kemi bërë disa pyetje strategjike mbi rrugën tonë. Kemi mësuar pra se si ne mund të transformojmë qëllimet tona sipas metodologjisë SMART. Kemi parë se vullneti është shumë i rëndësishëm për të arritur suksesin. Dhe 2, puna e përditshme e cila na duket e pavlerë. Kemi thënë se stuhit dhe sfidat janë gjithmonë në rrugën tonë dhe kemi parë se si ne duhet të jemi të aftë të ringritemi përsëri në qoftë se gjatë rrugës kemi pësuar një dështim. Pra duhet të jemi të aftë për të rimkëmbër. Kemi thënë që fortësia, kështu e quhen edhe katekizmi i Kishës Katolike, është një ndër virtytet më të mëdha që na ndihmon në ndërtimin e rrugës sonë. Pyetja pse na ndihmon pra në qëllimet tona të larta. Kemi thënë se është shumë e rëndësishme që ne të kemi një mentorim, pra të pyesim të tjerët. Kështu ata do na ndihmojnë që ne të arrijmë qëllimet tona me lehtë. Dhe të kemi një rrjetësim të kërkojmë ndihmë pra nga persona të ndryshëm. Në rrugën tonë duhet të jemi fleksibel, kemi lexuar disa thënie të papëve dhe nga Bibla se çfarë do të thotë pra të rindërtosh. Dhe kemi parë se Bibla na thotë se prioriteti i parë i jetës sonë duhet të jetë pra gdhendja e karakterit tonë dhe jo qëllimi për të përfituar sa më shumë. Të dashur të rinj, kemi arritur në fund të këtij emisioni dhe si çdo herë do lexojmë Psalmin e 2. Lum njeriu që nuk i ndjek këshillat e keqbërësve, që nuk qëndron në udhën e mëkatarëve e nuk rri së bashku me përqeshës, por kënaqet në ligjin e Zotit dhe e kujton atë ditë e natë. Ai është por si pema mbyll në bregun e ujit që rrjedh, e cila frytin e vet e jep në stinë dhe gjethet kur si vyshken. I ecën mbar gjithçka të ndërmarr. Jo, kështu jo, s'do të ndodhë të paudhve, por ata janë por si byku që shpërndan era. Prandaj, të paudhet s'do të bëjnë ballë gjyqit, as mëkatarët bashkimit të drejtëve, sepse Zoti e di udhën e të drejtëve, kurse udha e keqbërësve do të mbaroj. Të dashur dëgjues, të dashur të rinj, jemi në fund të emisionit të rit me shpresë drejt së ardhmes dhe në pyetjen si të përballojmë sfidat. Jo një përgjigje fikse, por një ecje nga ata që kanë kaluar këto sfida dhe janë munduar nga jeta e tyre që të na japin një përgjigje
për të na ndihmuar në ecjen tonë. Duke ju dëshiruar bekimin e Zotit, ju falenderoj të gjithë ju që më keni ndëgjuar dhe ju dëshiroj çdo të mirë në jetë. Qoftë lëvduar Jezu Krishti.